Cilat janë sekretet arkitekturore të Sagrada Familia? Në shekullin e 19, një arkitekt i ri i quajtur Antoni Gaudi kishte aq shumë ide për bazilikën, sa që ndërtimi i saj vazhdon edhe sot dhe është i bërë i famshëm për faktin se ka qenë në ndërtim që nga vdekja e tij në vitin 1926. Prandaj u krijua një udhëzues arkitekturor për të treguar vizionin e Gaudit nga shekulli i 19 dhe për të eksploruar mënyrën se si arkitektët modern po e përfundojnë projektin rreth 150 vjet më vonë. Në shkurt të vitit 2026, bazilika arriti lartësinë përfundimtare për 172.5 metra, kur punëtorët vendosën majën e kryqit në kullën më të madhe të bazilikës. Sot, Sagrada Familia është kisha më e lartë në botë dhe përfshin një ashensor si dhe një platformë vrojtimi 360 gradë. Kur Gaudi po punonte në kishë, pothuajse 150 vjet më parë, ai përdori strategji shumë të zgjuar arkitekturore. Për të siguruar që skulpturat dukeshin proporcionale kur shiheshin nga toka, ai përdori fotografi të njerëzve dhe pasqyra për të krijuar një model prej suvaje. Më pas, një skulptor krijonte një model të ri në baltë me korrigjime optike dhe në fund skulptura gdhendej në gur lokal. Brenda bazilikës, Gaudi propozoi një pyll gjigant ku kolonat në formë pemësh do të mbanin peshën e strukturës. Sot, pjesa e jashtme e kolonave është prej guri, ndërsa materialet moderne si çeliku dhe betoni përdoren në pjesën e brendshme për të përballuar ngarkesën. Në faqen e tyre të internetit është krijuar një udhëzues interaktiv për të shpjeguar vizionin e Gaudit dhe punën që ende duhet përfunduar. Por tani, pas gati 150 vite, Sagrada Familia është pothuajse e përfunduar.